Po breshë, ja? Po. U kam marrë sot në orën 10 këtu. Nuk e di se kush kam kështu, se di. Po se ishte kështu, atë një katastrofë, se s'kisha pa në e kështu. Ka që vjetë sa kam domi, tam shumë. Kemi ditë që përrujmë nga kuj karkalet si s'di, nuk e tri. Kështë si ka përë, Tu ishte bima kështu, një gjë e bukur, nuk e di, për me dhe që kam kështu edhe bimën e ka shkatrur e ka... Do ditë ajsa është... E këto të vegji ka dëmtuar, e? Po, komplet kontingjenti që... Sa hektar ke këtu? Këtu janë 3 hektarë, që parcela madhe është andej. Që të shikojnë parcela madhe andej. Edhe ajo është dëmtuar? Po, komplet. Prit? Se më ka gjujt me qifte? Në mesazh. është njom këtë është shqipër, këtë tani është... Tani ky s'bëhet ma. S'bëhet, e? Jo. Po pastaj edhe kur e shullën në zojnë, to kur e shullën dilin edhe qelëzohet për të bën atë... Po e ka prishur strukturën e... Po pra. Ka të kur ndodhi kur ra ky breshër? Ky breshër dihen pas dite. Ka qenë dje diku nga ora 3. Pas dite. 3, gati me të orës 3, bën orës deri në orën 7. Ke qenë i stuhi smeshme. Ajo që një stuhi tash, po si isha këtu. Do t'ishte njeriu në arë e dëmton. Ne kemi hera pa, në ditës kemi qenë këtu me punë, me vadite me gjëra. Po herë këtu kemi qenë, jo ushqime, jo ndë këti. Ekspertët e zyrës bujqësisë e panë, për. Po, e panë. Dhe në të vlerësimet, në të pas parashikime që ka ligjin të rastet të vërtetë të të. Re zezë, po të me. Nuk ka më të kështë. A i për një javë rritet edhe i do shkatroj komplet të dhe... Ka është jeshtim të. Kjo është karkaleci, e? Nese ne do fillojmë... Qysh nese do filloj spërkatja. Jo. Ky është karkaleci I cili po dëmton fushat bujësore të Lushnjës dhe Divjakës, por që me ndërhyrjen e autoritetit kombëtar të veterinarisë do filloj dhe spërkatja në mënyrë që të shpëtojmë prodhimet bujësore. Red zeza me karkalet. Do të shko. A gjenoni të rritet kë?